Në kuadër të ditës së praktikantit, nxënësit e shkollës profesionale Hamdi Bushati në Shkodër organizuan një panajër prezantues ku sollën eksperjencat e tyre nga praktikat profesionale në biznese të ndryshme. Përmes stendave të përgatitura ata prezantuan aftësitë e fituara, produktet dhe shërbimet që ofrojnë në profilet ku janë duke u formuar. Pjesa e praktikës më ka animu, kam mësu ma shumë atë, kur i shef vetu bë, i ke ma atleta se në libra, me të thënë kusht tjetër. Një na ka animu shumë si shkollë, e para për me hinë biznese, na ka animu shumë, se edhe shkolla na ka dhënë një opsion mirë ma, që kena me bë vetëm 2 ditë shkollë, edhe 3 biznese. Disa janë të punësum, kena bë ushqime, dhe kena ardhë dhe kena vu në panajër, me zysha, me biznese, me kushinjerë me tonë. Është shumë gjaj bukur, ju këshilloja edhe tjerëve që mundën me vazhdu këtë punë. Unë kam shërby, kam bë barin dhe kuzhinën. Është një gjë shumë e shkëlqyeshme. Edhe sot jam në restorant punoj, kam kuzhinën vetë me thonë. Po kam punu që shfillim shkollës në për bizneset ndryshme, masa jam punësu kur të ecë, të rrit me punën. Në fokus të këtij aktiviteti ishin nxënësit e klasave të nënta, të cilët patën mundësinë të njihen nga afër me profesionet dhe drejtimet që ofron arsimi profesional përmes bashkëbisedimeve me praktikantët dhe mësuesit. Ata morën informacion mbi tregun e punës dhe rëndësinë e zgjedhjes së një profesioni që i përshtatet aftësive dhe interesave të tyre. Çdo biznes partner që është partneri joni në zhvillimin e praktikave profesionale në biznes, paraqitet në panajër me produktet e nxjerra nga duart e nxënësve tan, të cilët ata i mentorojnë gjatë praktikave në biznes. Ky panajër synon të afrojë të rinjt me arsimin profesional dhe të nxjisë orientimin e hershëm drejt karrierës, duke lidhur shkollën me biznesin dhe tregun e punës.